mirë se vini në një video të re. Sot do bëjmë një video ndryshe. Kam Konatën këtu, e cila nuk do dali me fytyrë, por ju do shikoni punën e saj fantastike që do bëjmë me make-upin tim. Do bëjmë një make-up glamorous, kështu për glam me ngjyra, me xixa, me gjëra që s'u keni parë kur. Dhe ndërkohë do ju përgjigjemi edhe disa pyetje që I kam bërë me ChatGPT. Nga do fillojmë? Me vetëm direkt për të? Oh, se di këtë gjë. Se me fillon. Oh, make-upit. Make-upi është I gjithë fytyra. Baza, fytyra fondatina, atë direkt. S'di unë shumë e steps. Po të bësh një gabim ti të sytë, po sa dish ti zvën e shatë, që në kjo. O zvazi. Po qesh. Po qesh se sa për ma lërë drogër. Po shka dhe të bukur dhe s'ti kësha pa në jetë. E di që edhe ajo është I hesh me thonë gjithmonë që këtë bukur. Të mos është e kam bajt vetën do njëherë për vetu të bukur. Jo, është shumë të regu. Po jo, më në se se I ketë mira e mirë dhe më tjeti. Që kësha vë në herë e ka ka qafu. Po asun vetë se kam bajt e njërë vetën për vetu më të bukur. Me që po më bënd tani? Tani po bëjmë konsilër. Okej. Po ne tregojnë që hapat e tani. Se ja për shumë duhet ta bëjmë vetë të gotët të make-up-e. Aplikojmë për kursa. Po. Ja, tani thjesht do pastrojmë pak. Pjesën e Marisha që është po matë, për në njerë. Okej, se delin që këtë mua më del, Po, po unë ja fu se pastroj me gisht. Po njërë si që to dhe e pa profesional. Unë kam nevojë për vete për kurs. Por, 200 euro të shkorëtje. Sa? 600. Shumë e kripur. E, për tani. Mirë, mbaro vetu atje të lexoj chatin, unë që thonë. Bezdojnë qatin e Po s'ke që mbaro njërë vetu. Se nuk hap do të zyt. Ja, sa të hapën pak concealer. Po. Po në zosh pyte. Vetëm vetë. Dalë. Po më lërmë se kështu bëjmë influencer, wow! Okej, pyetja e parë do ta drejt ty njëherë. Mua? Tani unë shava vetëm për make-up, ndërkohë do të bëj të pyetjen. Si do e përshkruaje stilin tim të make-upit me 3 fjalë? Pazik. Unë timin. Qiko, Ti si do ta përshkruaj? Do me thënë është diçka që ke mësu qatë për shtatë dhe bën atë. 3 fjalë. Bazik. I përditshëm bazik dhe I këndë. Okej, unë për vetë thash dhe thosha bazik. Jo, është do me thënë diçka që të përshtatët. Po, unë thjesht i duaj me bazën. Dua ta kem të ngrohtë edhe kështu. Po, okej. Bazike kam dhe ndrejtë. Jo se I futi detaje kështu. Mi varet se jam quar në mëgjes, kjo është e diskutueshme. Jo, gjithsesi tenton ke gjëra ndryshe. Tani do marrë një ngjyrë që është pak më në pjeshk. Tani unë duhet të bëj një make-up e ngjyra, siç ju thash, kështu që do realizojmë diçka ndoshta te lilaja. Do marrë një Okej, kur do ta transition fash afro colors. këtu, se këtu thjesht e shef, e kupton? Do ta marrë vetë kjo normalisht. Okej. Një transition color, po duke qenë se make-upi do jetë pak më në roz. Edhe kjo do jetë pak më në roz, më në pjeshk, kjo tipik transition color kafe. Okej. I dini ju këto terma transition colors? Shiko, unë jam Se unë nuk rritu me e di. Unë jam rritu me YouTube. Se mbase njerëzit kujton se unë ka bërë. Po thjesht YouTube I ka bërë Po, vetë. I know. Ne jemi njohur shumë herët, këtu e 10 vite para, kur Eva ka qenë vetëm 12 vjeç dhe që atëherë ishte fiksuar me videot e YouTube-it dhe videot e make-upit. Jo, që atëherë më mos të realizohet sa me blu, e kam të fiksuar një make-up që ke bërë me blu. Kisha Për sot, I bëhet e vetja. E pasaj fshinj. Do shkohet. Po, ishte I bëjë në shtëpi. Shko dhe unë mendoja që YouTube-in e shohin më shumë pjesa adoleshencës 12 deri në 16-18, por jo. Po pra, se unë shoh të insights-et e mi, edhe nga njerëzit që më komentojnë. Ka të çdo moshe, goca të reja, goca të rritura, gra, ka të çdo moshe që e shohin. Po, e shoh edhe nga thash, edhe nga insights-et, se dakor mund ta përdorin të vegjël me accountet e prindërve dhe të insights-et mund del mosha e prindërve,
Por e shoh edhe nga komentet që më lë. Më moshën e vet atë. Po, prandaj po them, po e shoh edhe nga komentet që më vijnë. Kështu që shifet nga çdo brez. Tani do bëjmë pak me më në roz më në dela, një gjë që më të ftohtë. Mbaj mend. Kjo pyetje është për ty tani. Cila është pjesa jote më e vështirë kur i bën make-up dikujt tjetër për një glam make-up? Buzët, nuk e di Buzët. pse. Buzët, domethënë është e çuditshme se njerëzit thonë që pikët un kam buzët. E po qerpikët mendoj edhe unë se me idenë që Jo, unë thjesht të them shif drejt se ti e e bëj bën unë. ti rimel, Po. vërtet. Pra. Te buzët e kam pak me siklet se ndodhet edhe kjo që fillojnë qeshin bëjnë. Ne po fix. Ose do të flasim si problem. Po. Nëse pjesa të folur ndikon në çdo gjë se unë mbështes dorën këtu dhe ti lëviz Po. muskujt dhe më lëviz komplet duart. Dhe në një farë mënyrë ndikon në çdo gjë. Po çfarë të themi ti? Nuk do flasim. Do falësh do. Se do bëjmë video. Në fund fare rëmushme tani. Po e di se do pastrohet. Ta pastrohet. Në fund fare se ta ndërprema. Po, në fund fare do vlerësoni make-upin që Kunata do bëj tek unë nga 110-ta. Në komentet 110. Cili është një produkt që nuk do dilje kur nga shtëpia pa aplikuar? Nuk jeton dot pa të. Nuk ka problem. Po mirë, edhe diçka mirë që mbase- do e bëja me Do patjetër. kërë që pikët gjithmonë. Okej, di e ke pas Do gjithmonë të fiksim fiksim, gjithmonë. Ose kam këtë kur. Kam Jem bazike marrë pra. sot. Vazhdo të Do jem me thënë nuk e bazike. kam problemin të as tek vetullat, as tek... Do me thënë edhe dyta mund t'ishte pak concealer ose një brightening. Ai kupton, thjesht. Që se do ishte një drejt ditë që ishte keq. Po. Pas e ka ditë mira që nuk na duhet. Po, patjetër. Bërë sa gjumë e vjetur. Unë do thosha fondatinë. Unë s'lyej dot buzë, pas po s'kam fondatinë. Nuk jam tip që vë concealer në gjithë fytyrën, se ka plot që vën thjesht concealer, po thoj se vën në gjithë fytyrën. E Po, ke është pa parasysh? them, fa më mirë me një pudër që është pak më e hapur. Po, ose më të hollë edhe ja. Me një BB cream ose Po, diçka. fix. Hadi pak se Prandaj them që unë pa fondatinë sepse nuk lyej dot as rimel, as vetulla, as buzët, po s'pa ta bër bazën. so më shumë nuk e Unë të dalë vetëm me bazë, pa lyer syt, se kam problem. Unë për vete nuk e kam problem, për shembull të dal me vetëm me rimel. Po, pra, kurse unë s'vë dot, po se pa ta fytyrën. Se di e kam fiksim. Tani unë të dhe për hap, goxha. Tjedi. Unë s'po shoh gjë, se aty të ekrani i vogël i kamerës nuk është se dalloj. Tani të marrim një brush se e do. Duhet për hapur pak. Kjo është një Barbie girl makeup. I like it. Ne shoqërojmë në montazh me me Barbie girl. Po, in a Barbie world. Imagination, life is your creation. Se mbaj mend. Come on Barbie, let's go Barbie. Po jo ta këndoj në fund, ti dukem pak, pak si. Ka një Barbie bjonde lart pasi. Edhe Barbie brune. Ajo Barbie brune, Se se do është ekziston. më shumë lejla. Jo, Vërtet. Ishte do më shumë lejla. Si mendon, make-upi të jep vetë besim apo ta fsheh? Nuk ka lidhje, unë për shumë të thash, nuk e se kam problem që ta kam. Po, jo, okay, se është më shumë ajo pjesa, domethënë që ti Nisë më shumë me besim të jep. Normalisht. Shiko, se do më shqen procesi Procesi. të bërit make-upin, e kupton? Procesi më shumë se sikur ti zgjosh me Po. energji. E po edhe Merresh sikur ta vetëm plotson të veshjen, ende. edhe kur je Po. veshur thjesht fare, po pa të bërë një make-up, ndoshta të bie më shumë në sy fytyra, I don't know, Nëse se unë di. kam thënë diçka tjetër, më shumë nëse kam hudi një veshje sportive unë nuk lyem dot. Vërtet? E Unë kam se kam shumë problem, lyhem. Unë e kam shumë problem. Ma ti më duke sigur e plotson. Nëse kam një veshje sportive. Edhe e kam shumë problem të ripalyer nëse kam vesh fustan apo një Po, veshje. edhe unë ashtu zvishem, ose të vesh taka pa lyer, jo. Ua, më duhet vetja si katunare.
Po pra, Do të vishesh me takë? Po, duhet të jetë për Po, edhe ndërkohë pa make-up fare. Se di. Edhe unë kam ato shituar që për Po edhe me huti unë lyhem, nuk kam problem. Vetëm që pikët masa. Varet. Se unë në momenti që visha me hudi nuk jam çuar mirë në mëngjes, kështu që Do të thjesht diçka të hedhë të dal. është një ditë që unë e kam ndarë mendin, do flej më shumë gjumë se ditë të tjera, nuk do lyhem. Ja, unë këtë fundjavë kam bërë shumë chill, se dhe prandaj nuk kam bërë vlog të ditës time. Duhet në fundjavë. Po se shumë e lodhur psikologjikisht, kështu që e ideja e kësaj videos. Shiko se ma kanë kërkuar. Po be Penelin unë. Sta nuk flas më. Se bërën të në shajnë e punë. Se i the edhe të... I nëmë në punë. Po pra. Lavi. Të s'kem bërë dhe bëm dhe Penelin poshtë. Po, Ajo okay. është thjesht dhe hap dhe sfumoj pak tani. Unë thjesht mbaj formën që ke. Edhe të vetja, do me thënë, qa ke në gjë që duhet ta mbushesh apo diçka, po. Po, për në mbushur po. I shoh janë disa njerëz që ndrojnë komplet formën, Jo. ato nuk e bëj dot të drejtë. I bie dhe ta heqësh keq ashtu. Që i ndryshosh gjatësinë ose këndin. Mos fol më fare. Tani mbyll. Tani të lutem me mi kuptim. Po që është vetë? Jo, tash e ka vetë fal, nuk tash gjë. Tani ta pastrojm pak, dhe të fillojmë bazën, pjesën të mësuar. Po pra. Të marrim të ngjyrë. Pak. Këto. Të çop pak. Okej. Mirë, Se soja. vetë, Apo është po, një Se ta një fikso, wow. Edhe bazën. Ose Tani, me që se të në fillosh me bazën, unë do filloj me pyetjet më pikante. Pizza s'ka mbaruar me sytë gjithë. Vëm pak gjithë kjo. Më thuaj një pyetje pikante. Tema, vajza dhe make-up. Cila është, jo, këto e kalon. Si ka qenë përshtypja e parë që patëm për njëra tjetrën? Kam që shumë e vogël Po për e pasur di. një përshtypje. Edhe unë, atë do thosha. Më Kam more që shumë e përgjigje. vogël për... Po, fix. Të bëjmë një kështu që është tip mask kjo. Do fshin pastaj? Po, Okej. është thjesht për momentin që t'jem bukur të trajtuara. Unë këtë lip maska nga përdor si lip gloss. Në gjithë jetën time. Okej, më sa... Duke të lezetshëm. Ka bukur duke ta. Okej. Atë të thosha dhe unë, se të kam njohur 12 vjeç, Po, çfarë përshtypje unë mund të isha kishe për një Liza në fëmijë? botë, E kupton. Të hidratem nga kurën një. Se ke shumë? No, Për të? no. Okej, unë aq nuk vës ndarkë. Jo, mendoj që do të fillojmë sa me hidratore, pastaj ta bëjmë mask. You know, you are the makeup artist. Si personal. Kush është pyetja? Kjo është pyetja pikante? Po, është edhe një tjetër pyetje pikante. Thot çfarë e bezdis njëra nga tjetra, por nuk e thot hapur. Ta thuaj. Shiko, ne kemi një lloj marrëdhënie që në një farë mënyrë secila shef të rizikojë. Okej, dhe Po nuk do mendoj një që çështë kemi bezdis, diçka që që mendon mund ta që ne kam bezdisje. Jo, nuk mendoj, se thash ne nuk është se ndërhyjmë në gjërat e Jo. njëra tjetrës që të fillojmë Po, bezdisim njëra po, tjetrën. Fix. Jemi mjaftueshëm të zëna Sa të po e dyja me mendoj, punë. do ta gjej. Mendoj. Shaka. Jemi të mendoj mjaftueshme të zëna me punë të dyja për të bezdisur njëra Çfarë të gjej diçka? Po e di që s'ke se tash nuk është se Po pra. fusi mundët mjaftueshëm në punë të njëra tjetrës. Sa konato të mira jemi me zot shif. Do të them, do të marrëdhënia në një duhet pak reciproke, Po. se kemi ngjyrë shumë Jo, larg. ndërhyrë në Nuk familje. kemi gjyra fare kështu. Jo.
E lëm njëra tjetrën dhe Terezin e vetë, mirë kuptohemi. Këta kemi të mirë që mirë kuptohemi me njëra tjetrën. Se çfarë pikant këtë qati, djeko. Po qati dhe kur i thua, qa ka që nuk shkon të të mësë mërë si që të regulloj. Roboti do të rregulloj ai. Tani do vëm, është primary 2 që ne po vëm. E pra shumë të bënë. Rritë për ti ullësi. Kjo është primer Jaggers Grip. Qyqa. Si Si janë shumë sillatshme. Ej. Që duke më bërë. Prit, ju A ullësi. thua do më rije gjitha kjo më aftyr? Po, do të rije dhe do të super rrim. I ka dalë puçë më të hundë, sot i gjeti që të bëra me Ka ka. dhe se i vëm kësho. Këdhe një. Më bezdis kjo. Mi mbulo, mi shtu. Më mbulem gjë që regulloj. Hapi si? Tani, unë kam një shumë thej që pas gjë një që përdor do fshi duhet. Edhe kur Ti se e si në kuzhinë, se unë e kam atë, pa çdo gjë te lavamani. Tani, se fillojmë pak. Tani kjo pyetje është më se për mua s'bën sens. Thot, është më e vështirë të gjesh një djalë të mirë apo një make-up artist të mirë? Të dyja. Same Se, të dyja. unë make-up artist tim që ka plot të mirë. Po me çmimet që janë, vallai. Janë të shtrenjta. Po, shumë të shtrenjtë. Tani po vëm një brightner, se unë ndrova direkt tim. Po vëm një Okej. brightner. Ky Edhe edhe shumë për bright. Shiko, Vazhdoj kur ta unë, hapet- po pra. Kur ta hapet, se ky ka gjithë mirë, për shembull dhe kur s'ka make-up të e vëm vend concealer, Okej. sepse Ti jep hapet dhe jetë shumë syve. natyral, po. Po thosha, do Ishte thosha që që po ditën sot, po pra më shtukat. Të ditën sot më është vështirë të gjesh çunat. Nuk thash është vështirë për çdo gjë sot, jo vetëm për çuna, po dhe njerëzit po jam përgjithsisht shumë janë ndryshe brezi juaj, gjenerata Z. Z-ja edhe ti besoj. Gen Z, e pra. Me rregull treshe, Gen Z jam. Çfarë? Çfarë mendon, ti 22, e vaj 22 për. Çfarë mendon një 22 vjeçare për 30 vjeçar? Unë mendoj që ju dukeni shumë të rinj. Është botoksi dhe gjithë fillerat. Jo, nuk mendoj, përgjithsisht ju dukeni më ju. Unë domethënë e shoh Edhe unë e mendoj, po e di, po e mendoj një herë kur isha duke pritur takimin që do bëja fillerin e fuzve. Vinin gjithë gocat që bënin botox, filler, mbushje, gjëra të vogla, e ke parasysh të prandaj mendoj që brezi jon duket më të Nuk vështirë. po them vetëm se na ta mirë atë mbajtja ka të bëjë shumë. pjesë, po them dhe në mënyrë se si visheni, E po, bëni. shpirti Se rinor. ti ke gota. Ne mendojmë akoma që jemi 20 vjeç. vjeç. Që ngjan më të mëdha. Po, edhe unë atë e mendoj. Ju jeni mirë, ju jeni fiks për Jemi moshën diku në tuaj, mes, po. ju. Ndërsa këto o më të vogla gjajnë më të mëdhaja, ne gjajnë më të vegjël, brezi jon. Ose na duket ne, do të bëjmë qefi vetes. Jo, unë ta thash para, dhe shumë mendoj. Duke e parë dhe tek Tash, një vlla nuk që e- duket teknikisht. Po, po. I vogël të mos karri. Po, jo, Klajdi pasi bëri mirë në flokëve. Duket i ri. Po. Ishte një rregullim. Flokët të tregojnë shumë se mos të rëna, Edhe gjithmonë e te- lidhi me te moshë çdo më të kush. madhe, po. Edhe nuk mendoj që e pranonte, na fal Klajdi, po nuk mendoj që të pranonte koka një model të qerosi. Forma e kokës, po ka të bëj shumë. Se ka që ka kokën në formë të bukur, të vogël. Po, dhe ju shkon. mendoj që u përshtatet Po. më shumë ashtu se sa Po, në flok. po, që mbaj dhe mjekër dhe në gjendje të paret shumë, do të t'i pare shumë tregullt. Po. Njësoj si femra me flokë të shkurtra, Po, si flokë do të një shkurtra do t'i fytyrë pare pak shumë më tregullt. trimët. Po t'i pare tregullt të shumë. Kurse unë për brezit tuaj mendoj që në përgjithësi jeni shumë dëmbela, jo për ty, se ti ke punuar që shumë e vogël. E kuptoj. Po, në përgjithësi për brezit mendoj që Po, jeni shumë dëmbela. është e vërtetë. Qa kam parë, ndrojnë punë shumë shpejt, përtojnë të punojnë, ndështë e rritur në Instagram e TikTok-un. Që i zimani, edhe duan gjëra shumë kollaj. Unë nuk mendoj që ajo është shumë afat gjatë. Së është, po Është është diçka momentale. është shumë ndryshe. Është diçka momentale që nuk mund ta bësh gjithë jetën, do të është një moment tjetër mund të biesh kushmëria, Po. një moment mund të shkosh shumë lart. Po, nuk bëhet ajo. Jo, janë të ndarasin në dy grupe. Një është kjo pjesa që duan të bëjnë kështu i zimani dhe përtojnë të punojnë të tjetri më orë, zgjatur tetore kështu gjëre. Një është pjesa që janë shumë kundër rrjeteve sociale,
që ka shumë komplekse, të tipi nuk edhin as foto, edhin foto profili kanë një me dorën kështu para. E ke parasysh nga seriozisht? Jo, ti s'futesh tek ajo. Ne nuk jam aq keq, po nuk e jam dhe shumë fans, domethënë. Jo, e pra, janë Jam diku në mes. Po pra, janë nga këta tipa pastaj që janë shumë kështu. Dhe po ti vesh re, pjesa më e madhe influencer në Shqipëri, janë tek 28-30 Po, dhe sipër nuk ka të ri nga 21, 22, 24, nuk po shoh ta bëjnë këto influencer lëkur. Edhe e bëjnë. Janë si më të pakët më duket më se di. Jo, kam parë. Ose ndjekun këtë. E mbase pjesë është algoritmi që ti del më shumë. Po. Po që thash mua nuk më duket një gjë. Janë më shaj më duket nga këto. Tash është një pjesë që ju pëlqen si thoni Zimani Nëse TikTok. se bullizimi për shumë është më i lartë në ditët e sotme se sa. Ka qenë gjithmonë. Po, mendoj që është më shumë tani. Ditët e sotme kushtojnë shumë rëndësishëm detin mendor. Edhe bullizimi e njohin e din çfarë efekte kanë, por ndoshta edhe se njinin. Po e bënin shumë e bënin, po po. Ka ekzistuar gjithmonë. Nëse të për shembull të brezin paktën kur ishim ne në shkollë apo ku diun në shkollë të lartë nuk po e quaj fare se. Po, se i ishim gjithë të rritur. Po që paktën në gjimnazin dhe kështu nuk është se kemi ndjer bullizim të drejtën. Vërtet? Paktën unë. Unë bëj mund po dhe në gjimnaz bullizonim shumë. Madje edhe me njëri tjetrin. Ka di. E se edhe me shaka me njëri tjetrin, si më thon. Shaka po prap të prekot ti, sidomos na të mosh, sa është delikate. Kalosh të faku asnjëri, domethënë i thuash edhe nuk e se zjas më shumë. Mendoj që ka pasur një mas të gjës, domethënë gjë veshë në mas. Mirë, se është dhe shaka me njëri tjetrin. Çfarë do të thoshe vetes tënde 18 vjeçare? Okej, të ka kaluar shumë vitet. Nuk e di, nuk e se kam diçka specifike. S'ka një gjë për. Jo. Asi gjë të thosha. Unë thjesht i thosha që komplekset e moshës, po edhe për pamjen. Se kemi pas komplekse kot pa lidhje, mendoj, kemi qenë shumë bukura. Flas për brezin tim, se ndoshta ti e ke shumë të afërt. Po kompleksoheshim shumë, jo po s'ka mundën mirë, jo po kështu. Them drejtën nuk e kam vrarë ti e di pa për shumë tipi di, nuk e Jo, vrasë më bravo. Ne i kemi pas shumë pleksuar. Tash Njëri ndoshta perfekt nuk ka. S'ka. Secili Po në ka atë bukurinë moshë vet. është ndoshta që e vëre më shumë. Se kur rritesh e do veten më shumë si je. Unë nuk e kam vrarë shumë, nuk di, mbase neve kemi qenë ku di. Po, ndoshta kemi qenë ndryshe, ti ne ka qenë theksuar, sa më mend të ka qenë theksuar. Po nuk e se kam vrarë mendje shumë të drejtën. Se nuk kam qenë besën në gjimnazist të ralla që nuk vivja me kap fare. Jo, me kap pasur gjimnaz, dhe një rimele, dhe një gjë kështu, se kemi qenë të vogla. Po kur bërim këto, mbaj me mbrëmje, gjëra mbrëmje që bërim. Që lyheshim kështu. Besoj se kam qenë një nga gocat popular në Instagram në gjimnaz. Popular në gjimnaz. Po vetbesim s'kam pasur që kam tani, jo. Vjen me moshën. Kupton vlerat e vetë. Po. Bëjmë pak nëmë s'kam qu. Po që të shtuke me të putë, që po ka përqo fakën. Jo, ma më duket vërtet, nuk e sa e kam bezdi unë të time, po më duket shumë bosh ose s'bëj konturin në unë. Vërtet se bëj. E bëj pak me furçën e madhe, po jo kështu me të vogël që ta konturoj fiks. Thjesht e bëj çikanash, ku pap. Unë thjesht gjithë, po, në zgjidhjet shpejta, se nuk s'e Pas kam mbyllur këtë vajta. Shumë kurioze që se ndik në ndonjë YouTube që më një që nga gjimnazi. Çfarë vendimi ke pasur për mua atëherë? Të pres të koment. Se dia më ndjek njëri që më ka njohur që atëherë, si di. Tani se normalisht bën kris po sylla nuk kam problem. Hapi çikse të hapë mirë këtë. Mos shikoj poshtë, mos të vit, mos të vit. Që ta bëjmë pak më se mirë pas ka kjo. Është mirë kjo, domethënë për çmimi që ka, është rivalit, është pak a shumë, është dupi hudës. Se kam provuar të hudës, e di që mbahet. As nuk se kam provuar, po thonë që është dupi hudës. Mu më pëlqen. Edhe ja, tepër blet për çmimin që ka. Thash, ti bëj një make-up që duket okay, po nuk është se ka shumë steps. E kuptoj. Nëse përdesë. Jo, mirë, është për përdita është okay. Nëse dhe baza në fund nuk është del, domethënë baza që bëu nuk është del shumë e rëndë. Po. Mund ta përdosh më shumë e rëndoj të syt se sa. Atë kam qefën, sepse vetë nuk e bëj dot kurrë syt. Nëse të syt nuk është ke mbaruar. Nice.
Kemi pak thona ka në pjesën e pashme të syve, të ishe pak ta. Që nga një pyetje interesant. Never have I ever. Që ke bërë diçka? Si që Ky thot për shembull, kam dalë nga shtëpia pa lar flokët. Kam gënjur për moshën time. Çdo të mërkur. Çdo të mërkur. I kam dalë me flokë me vaj, për shembull, po i kam bërë me vaj, që do dash edhe kam dalë të kapur ashtu. Jo, kam bërë një gjë tjetër kështu. Dishme që kam bërë gjë që më kanë ngel, unë jam tjetër se fiksora më të parfumet. Po. Kisha rutinë e parfumit dhe jam kthyer nga rruga. Vërtet për parfums dhe bëjën kurr. E kam bërë. Tani to be honest kam marrë me edhe djerë se si jam kthyer. Jo. Edhe Nga rruga s'ka shanse. nuk e di pse unë atë ditë, se është çuditë se unë përgjithsisht fus një çantë. Vërtet. E kam fiksim, domethënë nuk e di pse. Dhe jam kthy mbrap nuk isha as në çantë, as me një vend. Pse e fiksuar? E kam shumë domethënë problem. Jo, Edhe do për më shembull, shumë shumë parfum. unë e kam se bërë- realisht jep edhe e parfumi e prezencën e vetë. Po. Se vjen aromë të mirë, të rresh vëmendje, me aromë më mirë. Ose një gjë që unë të make-upit vërsi se bëj, kam qejf shumë ta bëj. Në përditshmërinë time shumica të ditëve jam me make-up të drejtën. Ka atë ditë normalisht. Po, Faktën që dy herë për në ta, javë. si e. Po. Nuk jam me make-up. Se dhe fytyrës dua t'i lë pak. Hajde më ti se me këto make-upet që ka ndalë, marri Po, fare. po. Ka gjelë që ka, sa bukur. E ndalë. Edhe pak highlighter. Për që sa ka shkëlqimi po më pak highlighter, që është pak më të colorful si make-up. Edhe prap të dupin e kësaj fentit. Kjo është më shumë si vizë, më pëlqen. Po. Ajo është në pikat ku bi drita. Po, nuk e se është kështu si Po. ajo që gjande si vizë në E, kohë. pra, prandaj po them, në pikat që bi drita, duket bukur. I love it. Bëjësit. Se pasi vë këto pudrat e këto në them duhet pak setting spray që ta shkri pak. E, pra, ja të bën, lë shkëlqim, nuk Po. është nga këta setting spray. Që të shkri pak ata. E, Tani pra, që të pide për Na bëj këtë nder. Unë këtë s'di të bëj me këta me. Po unë atë s'ta bëj dot, atë do ta Po, bësh ja, vet. ta provoj. Ta tregoj unë. E, pra. Se unë e bëj dhe kështu fatas që. Okej, ofrojmë s'po ka shumë. Po thjesht në kur para se ta heqësh hape Unë sa bukur ka ndalë sy, Po dhe më pëlqen, nuk ka dalë asgjë e rënd. shumë shumë bukur. Ka dalë gjë e thjeshtë edhe më Tani shkëlqen. unë po provoj ta bëj. Nëse, domethënë, ja të bëj vetë. Më duket sikur do prish syt. Kjo si nuk prishën. Vetëm thash mos e triqe, mos të futen qërpikët. Se gjithë ato më thonë që si ka mundësi që ti bën kaq shumë kohë me atë se qen gjimnaz. Edhe prapë si jam Po e bëj njerëz. Thjesht mos triqni. Kaq. Nuk po duket sikur bëra dhe ndryshim, por gjithsesi po tentoj ta Kur ta bëj. lësh do të tash. Këtë rimelin Charlotte Tilbury nuk e sugjeroj fare, nuk është gjë. Janë më të mirë ato të Essence. Të rivali. Po për zonë janë më të mirë ato të Rosme. Unë them nuk është diçka që duhet të harxhosh lekë me. Nuk ja vlen fare, të beton. Kiko i ka shumë të mira, Kiko Milani Nuk ka është shumë kur të kam mirë. përdorur ndonjë. Po ai ka rimelet të Të ja u drejta. bëra një çiko. S'ka gjë se e rregullon. Dal pas dita, unë që u leva kokë. Dil. Të bëjmë më pak. Apesin? Shikoj lart? Do të kesh pak këto. As në vend tjetër. Kesh pak më. Shkëlqim. Po. Të qenë shumë shive? O, sa bukur. Love it. Tani mbarua. Buzët me... Vetë përveç buzë do të thënë pjesën tjetër e mbarua. Okej. Tani do fshim pak atë lip glossin që ti e ke përdorur për fat. Gjithë jetë si lip gloss. Por shumë të gjatë që regulloj racën. Por në shopin. Të shkretët kanë një javë më bet. Që nga. Nësë pak në tani. Ja, jam bërë një 2 vënde pis. Po të thahet pa. Po të thahet pak se Edhe mi rregullojnë që. Ku ishin ato lapsat e fundit. Ja, ta 2 veckli, jam favorites atë mi. Anais 301 ishi, është shumë i bukur. Ky është 301 shumë, ma 302 nuk e kishim. Prit që edhe një 301 e 310 se gjithmonë po më duket se është 301. Në qoftë se ti më ta shofësh. 301 po. 301. Kjo është shumë i bukur. Këtë bëj konturime, no. Unë asnjëherë nuk i blej këto. Po. Po, vetëm këta. Këta ngrit pak më shumë.
Gjanë më kështu, ke presh atë Mos më buzët? shkon mua. Një sekondë ta shpjegoj. Ke presh atë buzët e kuklave? E bracat. Bracat e ka të exageruar, po ideja. Jo të exageruar. Do të thënë më pëlqen ajo. Vje pa kokën? Fundesh po të nxjerrë se për sot. Do na nderoj sot. Jo shumë. Më duket nuk po na nderoj. Po pra e di. Po dhe e kam shumë qef, është shumë i bukur. Si ju duke njerëz make-upi? Thash mozat më pëlqejnë shumë fare, kanë dalë super yll. Më mësosh teknika që të bëj vetë kështu. Soni bëj shumë. Apo duhet shohësh i video? Me që se kurs falas nuk e për të marrë shi video. Nuk e se bëna gjë specifike. Po, më gjej shumë bukur, vjen më në sy, më kështu. Ti ai tap. Po, pra, Jo kështu. më pëlqen. I love it. Si ju duket make-upi, vlerësoni make-upin në komente, dhe gjithashtu si ju duken këto lloj videosh nëse doni më shumë, se kam ide të tjera në mendje. Edhe njerëz kam sugjeruar me ty, varësisht që kam thënë drunken make-up që ta bëjmë dyja njëkohësisht. Do e bëjmë një moment të Do ta bëjmë atë në një bëjmë. moment. Për vitëri, do Varet të sa bëjmë një like do make-up për japim, vitëri. Po, sa më shumë like, views, komente, subscribe, mos harroni. Moj çik vështirë mbushet më. Po pra, që çante, vetja bën akoma dhe më bukur se kaq. I love it. Bye bye.